Imagjinoni një burr që falte vetëm 2 rekate namaz natë çdo natë për 30 vjet. Ai kur nuk i humbiste ato, madje as kur ishte i sëmur. Kur e pyetën për këtë qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, përgjigjja e tij ishte e thjeshtë, por e thellë. Ai tha: "Kam nevojë për Allahun çdo natë, nuk pres Ramazanin për t'i folur atij." Kjo histori e bukur na mëson një të vërtetë jetësore. Një vepër e vogël e kryer vazhdimisht është shumë më e vlefshme në sytë e Allahut sesa një vepër e madhe e bërë vetëm herë pas here. Bëhet fjalë për ndërtimin e një lidhjeje të vazhdueshme, një bisede të përditshme me krijuesin ton. Çfarë akti të vogël dhe të qëndrueshëm mund të filloni sot? Filloni me diçka të menaxhueshme, si 2 rekate, disa vargje nga Kurani ose një përkujtim i thjeshtë. Bëjeni atë lidhje të përditshme një pjesë të panegociueshme të jetës suaj dhe shikoni ndikimin e saj të thellë të rritet.